Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falënderimet e lavdimet janë vetëm për Allahun Zotin e gjithësisë, dhe salavatet për pejgamberin alayhis salam në këtë ditë e bukur xumaje të datës 8 maj 2026 apo 21 Dhulqa'de 1447 Hijri. Autori i këtij tregimi që do ta ndaj sot në këtë ditë xumaje së bashku me ju është një banor i Medinës së pejgamberit alayhis salam. Dhe ky tregon një tregim shumë interesant i cili do të jetë mësim për ditën e sotme. Thot ai: unë jam një i ri 35 vjeç, i martuar dhe kam fëmijë. Nuk kam lënë gjuna pa bërë dhe shejtani ka qenë përcjellësi im i pandar. E kisha djalin 7 vjeç, quhej Mervan. Ai ishte shurd me mec, por me iman të fortë të nënës së vet. Një mbrëmje isha vetëm me Mervanin në shtëpi. Planifikoja se çfarë do të bëja me shoqërinë dhe ku do të shkonim. Mervani me gjuhën e shurd me meceve më tha: "O baba, se nuk falesh ti?" Pastaj i ngriti duart ka qielli, duke më bërë me dije se Allahu i sheh të gjitha. Djali disa herë më kishte parë duke bërë gjunahe. U habita nga sjelljet e tij. Ai filloi të qante para meje. Desha ta merrja në duar, por ai iku. Pas një kohe shkoi te kroi dhe mori abdes. E kishte mësuar nëna e vet, e cila edhe mua disa herë më kishte këshilluar, por pa sukses. Përndryshe, gruaja ime është hafize e Kur'anit. Tek unë hyri sërish, e pastaj e solli mushafin, e hapi me gisht dhe ma tregoi këtë ajet. Ajeti numër 45 i sures Merjem, ku i madhi Zot te bareke ve teala në përkthimin e këtij ajeti thot: "O babai im, un kam frikë se do të godas ndonjë dënim prej të gjithëmëshirshmit dhe do të jesh shok i shejtanit." Më pastaj ja plasi vajit. Un qava me te. Ai u ngrit dhe mi fshiu lotët. Ma puthi dorën dhe ballin, e pastaj më bëri me isharet: "O baba, falu para se të fusin në dhej e të jesh i ndëshkuar." Për Allahun u habita dhe u friksova aq shumë sa vetëm Allahu e di. U ngrita dhe fillova të ndezja të gjitha dritat e banesës. Mervani vinte me mua dhe më shikonte me habi, dhe në një moment më drejtohet dhe më thot: "Lëri dritat, e të shkojmë në xhamin e madhe." Duke aluduar në xhamin e pejgamberit Muhammed alayhis salatu wassalam. I thash se mund të falemi edhe në xhamin e lagjës, por ai e refuzoi këtë. Andaj ne shkuam në xhamin e Muhammedit alayhis salam. Hym në xhami e cila ishte përplot me njerëz. U këndua ikameti për namazin e Yacis dhe imami në namaz lexon ajetin 21 të sures Nur, ku thuhet: "O ju që besuat, mos shkoni gjurmëve të shejtanit, sepse kush i ndjek gjurmët e shejtanit, ai urdhëron për të shëmtuara dhe për të irrituara. E sikur të mos ishte mirësia e Allahut ndaj jush dhe mëshira e tij, askush prej jush nuk do të pastrohej kurrë prej gjunaheve, por Allahu e pastron atë që do ai. Allahu dëgjon dhe din." Nuk mundja, thot ky, t'i ndalja lotët, por edhe Mervani qante. Gjatë namazit, nga xhepi im, nxori shamin dhe mi fshiu lotët. Pas namazit vazhdova të qaja, kurse ai mi fshinte lotët. Ashtu qëndruam rreth një orë, derisa Mervani, duke u friksuar për mua, më dha shenjë dhe më tha: "Mos ki merak, o baba, mos u frikso tani." U kthyem në shtëpi, dhe kjo ishte dita ime më e rëndësishme në jetën time, qysh se kam lindur. Erdhën gruaja me fëmijët e tjerë, të gjithë qanin, duke mos ditur se çfarë ka ndodhur, por Mervani tregoi edhe tha: "Babai është falur sonte në xhamin e pejgamberit alayhis salam." Gruaja e tij u gëzua shumë për këtë lajm, sepse ky ishte rezultat i edukimit të bukur që ajo kishte marrë nga familja e vet. I tregova se çka kishte ndodhur dhe e pyeta
se mos ajo e kishte nxitur Mervanin që ta hapte mushafin muna atë ajet që e citova pak parë. Mirë po ajo u betua në Allahun 3 herë se këtë nuk e kishte bërë. Që nga i moment, po përjetoj kënaqësitë dhe bukuritë e fesë. Si kur të më takoje, këtë do ta shihje edhe në fytyrën time. Përfundon tregimi i këtij djaloshi të Medinës. Vëllezër dhe motra, paramendoni ky djalosh lindur dhe rritur në vendin e dytë më me rëndësi për një musliman, në Medinën e pejgamberit alayhis salam, dhe ja çfarë flet për veti. Po vaj halli jonë të cilët jetojmë në vendet të cilët janë larg këtyre vendeve të bekuara, vendeve që nuk janë të mbrojtur aq sa janë të mbrojtur Mekka dhe Medina. Allahu na rujt, na ndihmoft që të jetojmë si besimtarë të vërtet në vendet tona kudo që jetojmë. Allahu na i pranoft duat dhe lutjet e kësaj dite të madhe dhe një selam i veçantë nga qyteti mbret, nga Stambolli deri në perlën e xhumas së radhës. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.